Nderimi për kontributin e dhënë në edukimin e gjeneratave të reja në Qendrën për Kulturë në Kërçosh, shkolla fillore Sande Sherioski organizoi një manifestim madhështor i cili shpalosi historikun e arsimit shqip dhe misionin adhetar të mësuesve që prezentuan dritë dhe atë dhe dashuri në realizimin e idealeve kombëtare. Veprimtaria e tyre ishte frymëzim për proceset e mëvonshme në fushën e arsimit shqip dhe proceset kombëtare që sollën epopenë e UÇK-s dhe çlirimin e Kosovës nga okupatori serb. Të pranishmit fillimisht i përshëndeti drejtori i shkollës Bekim Jusufi, i cili u shprehu mirënjohje të gjithë atyre mësuesve që na dhuruan dritën e diturisë dhe përgatitjen e kuadrove që më pas u bën bartës të proceseve arsimore dhe kombëtare. Të nderuar mësimdhënës, të nderuar prindër, të dashur nxënës, e nderuara media, të nderuar të pranishëm. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për të shënuar një datë në kalendar. Jemi këtu për të nderuar ata të cilët ndërtojnë të ardhmen tonë, mësuesit tanë. Me forcën tuaj ne ngrisim breza, me fjalën tuaj ne ndezim dritën e dijes. Në zemrën tuaj gjejmë mbështetje fëmijët tanë. Puna juaj është më shumë se një profesion. Është mision që kërkon çdo ditë sakrificë, përkushtim dhe shumë dashuri. Sepse të jesh mësues do të thotë të ndërtosh të ardhmen në heshtje, të dhurosh dije pa kërkuar duar trokiqe, të rrisish ëndra në mendjen e fëmijëve me durim dhe dashuri. Pas çdo suksesi të një nxënësi qëndron puna e një mësuesi. Pas çdo shoqërie që ecën përpara, qëndron puna e palodhur e një mësuesi. E pra, ju jeni themeli mbi të cilën ndërtohet e ardhmja jonë. Mbi përkushtimin tuaj ngriten breza që do ta bëjnë këtë vend akoma më të bukur. Le të vazhdojmë me të njëjtin ideal, me të njëjtën dashuri për dije, me të njëjtin përkushtim për brezat që rriten në kujdesin tonë. Sot, me mirënjohjen më të thellë, ju them gëzuar 7 marsin, këtë ditë të shenjtë për ne dhe për kombin tonë. Ju faleminderit. Lidhur me përbajtjen e programit dhe kriteret e nivelit artistik, foli përgjegjësi i programit të këtij manifestimi Qamil Aliu, i cili së bashku me kolegët e tij e përgatiti këtë program të larmishëm që zgjoi një interesim të jashtëzakonshëm tek publiku kërçovar. Nuk mund të them se përgatita vetë, ne kemi një koordinim të shkëlqyer me kolegët e mi dhe mundi është i të gjithëve që nga fillimi kur filluan provat dhe normalisht ai koordinim dha edhe një rezultat të shkëlqyer. E mira është se kësaj herë ne i vumë në sprofë dhe mësueset e ciklit të ullët, që janë e ardhmja në kuptimin e shfaqjes së talentit dhe arritën maksimumin të bëjnë. Një gjë tjetër është se ne kemi një kriter jashtëzakonisht të rrept për të pas një nivel artistik. Dhe atë kriter e ruajmë që niveli artistik mos bie më poshtë. Kjo na bën disi të shquhemi në atë kuptim. Dhe them më e mira e gjithë kësaj për të pas një sukses të shkëlqyer është koordinimi i mirë. Kishte edhe koreografi të shkëlqyeshme në kuadër të programit shumë të pasur artistik. Po edhe në këtë frym të koreografisë vërtet punojnë shumë edhe mësueset, kontribuojnë edhe fëmijët me interesin e tyre edhe ata dinë të bëjnë lëvizje të mira, po një pjesë e koreografisë është edhe e dorës profesionale nga Shkupi që vinë 2 koreografë në kuadër të Pallatit Kulturës, është merit edhe drejtorit sigurisht të Pallatit, edhe janë po ato fëmijë të shkollës sonë që marrin pjesë në këto ushtrimet e vallet, sidomos të dielave që i kanë kështu. Dhe këtu shifet ajo frym profesionalizmi, edhe fëmijët tanë me të vërtet e tregojnë atë në mënyrën më të mirë artistike. Unë ju përgëzoj për organizimin e këtij manifestimi dhe ju uroj suksese në të ardhmen. Shumë faleminderit televizionit juaj, faleminderit gjithsesi sepse na ndiqni kudo. Kjo na motivon edhe më shumë.
Të gjitha pjesët artistike të programit ishin të përgatitura në mënyrën fantastike dhe u prezentuan në mënyrë dinjitoze nga nxënësit e kësaj shkolle, vlerëson drejtori i Qendrës për Kulturë në Kërçov, Mazlam Osmani. Ai u shprehu mirënjohje dhe koreografëve nga Shkupi, të cilët para publikut të këtushëm prezantuan valle të nivelit të lartë artistik. Sonte këtu në Qendrën për Kulturë në Kërçov patëm rastin të ndjekim një manifestim kulturor kushtuar ditës 7 mars. Si e vlerësoni ju këtë program? Po ishte një manifestim i mrekullueshëm, realisht i përgëzoj nxënësit, mësuesit, arsimtarët, pra drejtorin e shkollës fillore Sande Shteroski, të cilët janë përgatitur tej mase dhe patëm një manifestim ashtu siç i ka hije. Shpresoj se Qendra e Kulturës ishte në nivelin e asaj që quhet ndihmes me gjitha kapacitetet që ka, por edhe me një valle të cilën e luajtën nxënësit apo antarët e shkollës së valleve shqipe pranë Qendrës së Kulturës. Dhe në këtë mënyrë mendoj se i dham e shënuam ashtu siç i ka hije festën e 7 marsit. Mund të na thoni me çfarë u prezantuat ju? Ne për 7 marsin u prezantuam me vallëzim, vallja na bashkon. Së bashku me shokët? Po, së bashku me shokët, edhe me vajzat. Ishte një valle e kombinuar me vajzat? Po, me gjithë, me të mëdhajat, edhe me ne. Kishte emocione? Po, pak, kishte pak. Po, në fillim, ama pastaj ku dulëm në të dytën, u mësua me emocionet e në ma mirishtë. Patët edhe duar trokitje? Po, shumë. Na u bëhet shefi si kishim shumë duar trokitje. Unë ju uroj suksese. Shumë faleminderit, shihemi. Për nivelin e këtij programi dhe përmbajtjen e tij folje dhe këngëtari i njohur kërçovar Naser Ballazhi dhe sekretari i organizatës së Kryqit të Kuq në Kërçov, Besik Selimi, të cilët i përgëzuan të gjithë ata që punuan në përgatitjen e këtij manifestimi shumë përmbajtësor dhe mjaft tërheqës për publikun. Ju për një kohë të gjatë, zoti Naser, keni qenë aktiv dhe vazhdoni të jeni përsëri në fushën e muzikës. Ishte një program i gjarmishëm me këngë, valle folklore. Si e vlerësoni ju nga aspekti përmbajtësor, qoftë edhe nga aspekti muzikor? Këtë përmbajtësor. Shumë faleminderit për mundësinë. E para është jam lumtur që jam në pushime rastësisht në këtë kohë shumë të mirë. Përjetova sonte çaste shumë të mira dhe pata një nostalgji në kohën e mësuesit shumë të respektuar Mustafa Pinjolli, i cili gjithmonë kur vinjën festat dhe manifestimet të ndryshme ishte një njeri i palodhshëm. Pra dua të shfrytëzoj rastin, ta falenderoj Qamil Aliun, Pëllum Qerimin dhe Pekim Jusufin, për të cilët kanë bërë një punë të shkëlqyeshme. Ka qenë një mbrëmje e paharruar kur i shoh fëmijët, kur kanë pa këta fëmijë me ngjyra të ndryshme, më kanë dhënë shpresë për jetë. Ka qenë një mbrëmje fantastike me një program jashtëzakonisht të ndryshëm, me këngë, me vallet sidomos ishin me përkushtim e shkëlqyeshme po. Në përgjithësi, dua të shpreh gëzimin dhe të uroj 7 marsin, njëkohësisht edhe 8 marsin. Faleminderit edhe juve për mundësinë që na jepni të shprehemi. Lidhet edhe me epopenë e UÇK-s, një të shënon historiografinë tonë kombëtare. Padyshim është një datë historike për kombin dhe janë momente të paharruara. Çdo festë, çdo manifestim që ka të bëjë me kulturën, me historinë e kombit shqiptar, për ne janë vlera të paharruara. A ju pëlqej programi i manifestimit kushtuar ditës së 7 mars? Po, me thënë sinqerisht, programi ishte jashtëzakonshëm, do të thonë përgatitja ishte në nivelin maksimal e fëmijëve. Na kanë gjallë shumë emocione. I përgëzoj të gjithë ato mësuesit, urime dita e mësuesit 7 marsin, gjithashtu stafit të Pallatit Kulturës dhe Shkollës Fillore Sande Shteroski për manifestimin kaq të denjë. Kishte koreografi, këngë, valle? Në të gjitha aspekti nota ishte maksimale, si koreografi, valle, recitime, dramatizime, gjithçka ishte në nivelin maksimal.